Si dhe pritej, presidenti Bujanishani ka kthyer për rishqyrtim në kuvend 3 ligje të rëndësishme të miratuara seancën e fundit parlamentare. Fillimisht ligji i parë i kthyer nga presidenti ishte ai për policinë e shtetit, ligji për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, si dhe ligji për funksionimin e gjykatës administrative. Sipas presidentit, këto ligje kanë disa shkelje të kushtetutës dhe përrjedhoi është vendosur kthimi i tyre në kuvend. Presidenti jep këto argumente ligjore për kthimin për rishqyrtim të ligjeve. Në ligjin për policinë e shtetit, fillimisht presidenti ndalet të ndryshimi i emrit të gardës. Vërej dhe konstatoi se ligji i ri kërkon të kalojë në mënyrë të pakuptimtë në përgjegjësinë e policisë së shtetit, ruajtjen e personaliteteve të larta shtetërore, por edhe objekteve të rëndësisë së veçantë. Sa kohë që këtë mision e ka Garda e Republikës, një institucion i konsoliduar në këtë fushë, me eksperiencë të gjatë dhe histori mbi 80 vjeçare, e them në mënyrë të pakuptimtë, pasi në gjykimin tim në këtë ligj apo në dispozitat e tij kalimtare dhe përfundimtare, si dhe në relacionin shpjegues, mungojnë nocionet bazë të arsyes dhe logjikës, për të cilat është hartuar apo draftuar ky ligj. Sa i përket krijimit të Byros Kombëtare të Hetimit, në 27 e paraqet në ligj dhe relacionin shpjegues, si strukturë veçantë e policisë së shtetit, që do të kryejë veprimtari gjurmuese dhe hetimore, dhe se organizimi e funksionimi i saj do të bëhet me urdhër të ministrit përgjegjës për rendin dhe sigurinë. Gjykoj se kemi të bëjmë me një strukturë e cila krijon paralelizma dhe kompetenca dhe kontradiksion me objektin e veprimtarisë së organit të akuzës dhe policisë gjyqësore, për të cilat ka tashmë një kuadër ligjor që mirë përcakton detyrat. Në lidhje me ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, presidenti argumenton se heq të drejtën që i ka dhënë kushtetuta antarëve nga radhët e gjyqësorit për të propozuar në postin e zëvendës kryetarit të KLD-s. Kushtetutëbërësit e kanë lënë në vlerësimin e presidentit të Republikës dhe të Këshillit të Lartë të Drejtësisë zgjedhjen e zëvendës kryetarit, i cili mund të jetë si nga radhët e gjyqtarëve të zgjedhur nga konferenca kombëtare. Për sa mërsi për ndryshimet ligjore të kalojnë parashikimet kushtetuese dhe cënojnë kompetencat e presidentit. Për gjykatën administrative, kreu i shtetit sqaron, në analizë të përputhshmërisë së ndryshimeve ligjore me kushtetutën dhe jurisprudencën kushtetuese, konstatova se procedura e emërimit, lirimit dhe shkarkimit nga detyrat të ndihmësve ligjor është në kundërshtim me parimin kushtetues, të ndarjes dhe balancimit të pushteteve, dhe më konkretisht cënon pavarësinë e gjyqësorit, që është një nga shtyllat kryesore të shtetit të së drejtës. Presidenti nuk është shprehur ende për ndarjen e re territoriale, ndërsa pak ditë më parë burime pra një raport bën të ditur se pritet që edhe ky ligj të kthehet pas nga presidenti.